Jam Meraldo Galemaj, një sipërmarrës i mesëm në sektorin e turizmit, me agjenci turistike dhe hotel. Në fakt po ju dëgjoj me vëmendje të gjithëve, edhe jam plotësisht dakord për çfarë folën edhe nga kryetarët e shoqatave dhe nga parafolësi me përkuitet, por desha të shtoja dhe një pjesë tjetër, të cila për mendimi im është që është lënë pa përkrahje fare nga shteti, që është aktivitetet, që desha ta shtoja pak të turistët po vinë, po vërshojnë në Shqipëri, ne po fokusohemi vetëm tek akomodimi i tyre, tek hotelet, tek informalizimi, por duhet të shtojmë që sot neve nuk kemi kapacitete që neve ti shtojmë aktivitetet turistëve që po vinë. Sot ata po vinë, po flanë, po nuk po dinë çfarë të bëjnë. Po jap një shembull, në Selanik ekzistojnë 3-4 aktivitete ditore, teatro, muze, të cilët turistët që vinë të merren, të dinë, të kenë një njohje, të kenë diçka kur të vënë dhe padyshim edhe të kënaqen. Sot Tirana ka vetëm një, që është mbrëmja shqiptare, që është hapur këtë vit, nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj aktiviteti tjetër. E vetmja që mund të quhet një si tip shfaqje është kjo mbrëmja shqiptare që është bërë. Unë do t'ju kërkoja, zoti Berisha, që të keni fokus dhe promovimin e aktiviteteve, e personave që merren me aktivitet. Po jap një shembull, mesatarisht një turist shpenzon në natë një dhomë 50 euro. Ndërkohë, për një aktivitet mesatar, shpenzimi është nga 50 deri 100 euro. Pra nuk është vetëm akomodimi dhe fjetja e tij në hotel. Është çfarë mund t'i bëjmë ne një turisti për t'i vjel sa më shumë lek dhe ai të kënaqet më shumë dhe të vijë në Shqipëri, ai mos të mërzitet. Ndërsa për pjesën e formalizimit që u fol, unë jam parimisht dakord, vetëm dua t'ju bëj me dije që platformat Airbnb, Booking, pavarësisht se kanë problematikat e tyre, kanë qenë promotori më i madh në Shqipëri turizmit me këta Airbnb të vogla, të cilat unë mendoj, zoti Berisha, që formalizohen duke u ndihmuar që të zgjerohen. Pra neve në rast se arrim më shumë kontrolle, më shumë taksim, më shumë rregulla, neve bëjmë që vetëm i forti dhe i madhi të zgjerohet, ndërsa i vogli të rrihet gjithmonë i vogël. Unë do mendoja kështu, mund të kisha një propozim që Partia Demokratike në rast se vjen pushtet, të shikoj dhe të mendoj që këta të vegjël, të cilët sot po ushqehen nga këto Airbnb të vogla, duhet një plan që këta të formalizohen duke u ndihmuar. Pra, në rast se ti ke sot 3 shtëpi, në rast se i bën 5, shteti do të ndihmojë. Në rast se ti ke 10 shtëpi ose ke 15 shtëpi, në rast se merr edhe 2 punëtorë që i mban gjatë gjithë kohës, shteti do të ndihmojë, sepse në rast se neve vëmë shumë rregulla, neve bëjmë që ky treg të monopolizohet më shumë se ç'është monopolizuar. Unë jam edhe mendoj që e djatha vet ka një drejtim, një qasje më liberale ndaj tregut. Kaq kisha për të folur. Faleminderit për kohën.